Ndërkohë që ne do të fokusohemi tani në të tjera zhvillime. Do të shkojmë pak në lidhjen e parë të drejt për drejt gjatë kësaj hapësire, do të shkojmë në Cerrik dhe atje kemi kolegun Armand Xhelili. Si po shkon procesi i votimit në Cerrik? Sa është pjesëmarrja deri tani? A ka pasur problematika? Të gjitha këto do na i përcjell në një prej qendrave të votimit është kolegu Armand Bravo. Përshëndetje Mandi. Ju përshëndes edhe unë në tjelë. Atëre vetëm pak minuta më parë ka votuar dhe kandidati i fundit në qytetin e Cerrikut, pra kandidati i Partisë Socialiste Florenc Doka, i cili është shprehur që të gjithë duhet kryen detyrën qytetare për të votuar, pra ka bërë thirrje që qytetarët e Cerrikut të dalin në këtë bashki, në këtë komunitet të vogël, ka theksuar ai, për të shprehur vullnetin e tyre, ndërkaq kanë votuar më herët Eligert Hima i Shqipëria Bëhet dhe Amarildo Hoxha, kandidat i pavarur, por që mbështetet nga Partia Demokratike. Zoti Hoxha, Amarildo Hoxha, pra kandidati i Partisë Demokratike, ka thënë se procesi deri në momentet kur ai ka dalë në deklarat ka qenë i qetë dhe nuk ka pasur problematika të ndryshme, ndërsa i pyetur për sa i përket një numri të shtuar të votuesve në këtë zonë për sa i përket zgjedhjeve të pjesshme vendore, ai është shprehur se nuk kanë një kontestim deri në këto momente. Duhet theksojmë që aktualisht kanë votuar 7.16%, një pjesëmarrje shumë e ulët, pra këto janë të dhënat e fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të siguruara nga raportimet e operatorëve të ndryshëm, nuk ka pasur problematika përveç në fillim të procesit. Në fillim procesit vetëm 3 zona periferike, 3 qendra votimi në periferi kanë pasur probleme për sa i përket konektimit me internet. Një situatë e zgjidhur, aty ka filluar me disa minuta vonesë procesi i votimit, por tashmë deri në këtë momente nuk evidentohen raste të tjera ku mund të kemi bllokime. Paraqitet e komisionerëve kanë qenë të rregullta në të gjitha njësitë administrative, në konkretisht në 57 qendra votimi. Duhet të theksoj që aktualisht janë 38.724 zgjedhës, të cilët janë me të drejtë vote në Bashkinë e Cerrikut. Në fakt këto zgjedhje vijnë pikërisht pas dorëheqjes vetë kryetarit të dikurshëm, pra Andi Sallës, i cili tashmë është ministër bujqësie. Ndërkohë, Mandi, duke parë deri tani përqindjen, kam përshtypjen se, pra duke u nisur dhe nga trendi që ju sapo u shpreh, po ta krahasoj me 14 majin e 2023-shit, pjesëmarrja ka qenë 18.000, ndërsa në zgjedhjet parlamentare ka qenë 12.000, pra nga 38.000 zgjedhës. Pra pak a shumë trendi mund të jetë që pjesëmarrja mund të arrijë Cerrik si në zgjedhjet parlamentare, pak vështirë të kapi zgjedhjet e fundit lokale të 2023-shit. Është vërtet, në fakt ka një tendencë që pjesëmarrja në votim të jetë e ulët për shkak edhe të përditësimeve që kemi pasur. Llogarisim që 7.16% është përqindja më e ulët ndër zgjedhjet e fundit, përfshirë edhe lokalet edhe qendrore, por duhet theksoj që edhe kandidatët kanë bërë ato thirrjet e fundit për sa i përket qytetarëve të dalin masivisht në votim. Nga ana tjetër duhet theksoj që, siç e thash edhe në krye të herës, vetë në krahasim me zgjedhjet e 11 majit të fundit, pra zgjedhjet e përgjithshme, evidentohen rreth 3.000 votues më shumë në listën e Cerrikut. Nuk dihet, nuk ka një arsyetim si është shtuar ky numër, por gjithsesi pritet që të kryen edhe verifikime. Duhet të specifikoj që edhe problematika nuk janë asur. Figurat kanë qenë figura me karrierë vendore, duhet të theksoj që nga Florenc Doka i Partisë Socialiste, që aktualisht është kryetari i komanduar i Bashkisë Cerrik, pas vakancës Andi Sallës, duhet të theksoj që është jurist në profesion, gjithashtu ka pasur një sër pozicionesh të tjera, duke ditur që nga drejtori i EVP-s Peqin apo dhe sekretari i përgjithshëm i Bashkisë. Ndërsa mjeku Amarildo Hoxha, i cili vjen nga Partia Demokratike, ka një profil më të ulët politik, por po ashtu vjen si një figurë qytetare mbështetur pasi vetë Partia Demokratike nuk ka propozuar një emër në këtë bashki. Duhet theksoj që edhe Eligert Hima i Lëvizjes Shqipëria Bëhet vjen si një profesionist i diplomuar jashtë Shqipërisë, konkretisht në Milano,
dhe vjen me një eksperiencë gjatë në Itali, kryesisht i drejtohet vetë elektoratit që vin nga jashtë. Gjithsesi, ajo që shihet është një situatë e qetë e zgjedhjeve, edhe pse fushata ishte e kufizuar për sa i përket edhe çështjes, duke ditur që kemi të bëjmë me një mandat që do të jetë jo më shumë se një vit e gjysmë në këtë bashki të lënë. Mandi, ka pasur edhe një pyetje të fundit. Ka pasur për shembull persona të autorizuar që janë afruar qendrave të votimit apo që mund të sjellin edhe njerëz të shoqërojnë ata? Ndërhyrën në proces, po. Të paktën ne në momentet e para të fillimit procesit të votimit, qoftë edhe më pas kemi arritur të intervistojmë qytetarë të cilët kanë ushtruar drejtën e votës së tyre. Ata janë shprehur që procesi ka qenë i mirë, nuk ka pasur persona të cilët mund të ushtronin presion apo mund të ushtronin shoqërim. Gjithsesi, për këtë arsye janë edhe komisionerët e palëve, kryesisht edhe komisionerët e opozitës, të cilët nuk kanë raportuar deri në këtë moment për sa i përket rasteve apo incidenteve ku përfaqësues apo persona të paidentifikuar qëndronin jashtë qendrave të votimit. Gjithsesi, situata po shihet me përparësi, ka pasur dhe përfaqësues të Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve, të cilët kryejnë vazhdimisht kontrolle nëpër qendrat e votimit, me qëllim mbarvajtje dhe qetësi. Deri në këtë moment nuk e evidentojnë problematika të tilla. Faleminderit Armand Brau, do të jemi sërish me ju, ishim me kolegun Armand Brau, i cili po ndjek procesin zgjedhor.